Mentor Munishe, pyetje për Faruk Statovcin. A je interesuar me udhëheq grup moshat U11 të Feroniklit 74? Pas ka Faruku, që Faruku që 20 vjetë ka shkollë të futbollit. I vënë shumë ka. Ndërsa Besart Krasniqi, pyetje për Liridon Lecin. A e ka pa dit Klodian Duron se pa thonë që ka me pa dit? Teci? Se po kesh, këtë? Më kujtu Duro? Të kujtua ja garezhia? Më kujtu Duro. Po e kom pa dit, e dinaj. E ki pa dit? Qështje janë disa gjona që unë i maj personale. E thëmë të po personale, është pa dhja është. Konfidenciale. Unë uj me dit asë të jasë të. Avokati e dhe në atë pjesë, mas mirë. A mundemi me dit kush është avokati me... Naseri, Nasufi. Nasuf Hasani, ja? Rinor Musa pyetje për Drecen, a ka ardhur koha që edhe ti me shkarku profesor Farukun e Lecin prej emisionit? Po dhe s'ka nevojë me na shkarku heqki. Renar, javën tjetër ose pas 2 javë do ta bëjmë një sontar se cili duhet të shkarkohet. Këtë do ta vendosin shikuesit, të cilët kanë vendosur shifra rekorde këtu në emisionin Duelit Sportiv. Pyetja radhës. Pyetja e fundit nga Fatjon Hasanaj, pyetje për Viktor Kukën. Jam tifoz i Gjakovës dhe i Vllaznimit. A ka ndonjë shpresë për Super League? Po, ajo. Patjetër që po, a? Po, more. Kena me luftu deri në fund. Ka thonë jo këtuja? Jo, s'ka thënë asnjë. Asnjëherë. Apollon trajneri me Portier, tash pasi u kthy? Po, edhe shumë mirë po na shkon. Tash po shkon shumë mirë. Shumë mirë po na i. Si ndaj Prezerelit. Mirë, shkojmë tek koeficientëve e sa? Vetëm po, 25. Sa gola i keni shënu? Pavon se deti çet klub. Sa gola i keni shënu? 0-0, s'do më thon bre, diskutuam pak më herët. Unë i kuptoj vetëm shifrat në futboll. Tjerat janë këto analista, taktika, raste, unë vetëm shifrat. Unë si kuptoj. Kjo është shifra që. Ja, kjo është vërtet. Ky me shifra po. Për mbajtjen ju. Kjo është vërtet, ka zera, ka zera. Kemi votë të shifra ka fundi, ka fundi. Ai që vetë shifrat këtu. Është vërtet. Ja, po na këtina të shifra ka fundi. Pse jo? Këtu po m'pëlqen ta. Je djalë i mirë. Koeficienti i trajnerëve foto 8 dhe 9, ju lutem. Mirë se jam unë. Cilat janë risi që na sjell kjo javë në Superligën e Kosovës, kush është më në rrezik për të shkarkuar nga koeficienti i trajnerëve nga i Duelit Sportiv? Drita Zekria Ramadani 1.10 qëndron mirë, trajneri i Ballkanit 1.35 përkundër 2 humbjeve qëndron mirë. Prishtina Afrim Toverlani është rritur kuota 1.55 për dallim nga java e kaluar. Malisheva Lon Berisha 1.60, Dugagjini Ndua për Gjoka 1.85. Gjilani Debatik Curi pas fitores largohet nga zona e rrezikut dhe është 1.70. Tahir Batatina që shkon 2.40, po ta kemi parasysh që koeficient tek Tahiri nuk ka rëndësi.